Mirë, besoj na ka ndodhur të gjithëve, ku e kam telefonin, futesh në një dhomë dhe kërkon për çfarë u fute, dhe vetëm ato që ishe nisur për të marrë nuk arrin të gjesh, janë të gjitha gjërat të cilat na ndodhin. Por për disa ose të paktën për psikologjin njihet si demenca digjitale. Por çfarë do të thotë konkretisht? Se digitale, do të sqarojmë me psikologen Lorela Garuli, të cilën e kam të ftuar në një lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment. Lorela, të përshëndes. Faleminderit që je me mua. Përshëndetje, mirë se gjej. Për ta nisur, çfarë kuptojmë me termin demencë digjitale dhe a është vërtet demencë? Demenca digjitale në fakt është një term i ri dhe vjen nga një libër i një autori, një psikiatri, Spitzer me mbiemër, i cili shpjegon efektet e përkeqësimit apo të dembelizmit të trurit, si rrjedhojë e përdorimit të tepërt të teknologjisë. Tani nuk është si demenca në kuptimin, po themi, klinik të fjalës, por është përdorur si term për të kuptuar që efektet anësore të përdorimit të stërzgjatjes, po themi, kohore të teknologjisë, dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për telefonin, por edhe për pajisje siç është kompjuteri apo video game tek fëmijët dhe adoleshentët, shkaktojnë këtë lloj përkeqësimi të gjitha funksioneve kognitive. Pra, nuk është një diagnozë klinike, por ka të bëjë me dëme, do thoja, serioze të funksioneve të trurit. Pra, mund të themi në përfundim që telefoni dhe teknologjia po na dobëson kujtesën apo jo? Po, në një farë mënyrë është pikërisht fjala për këtë, Viola, do të thënë është vënë re nga një sër studimesh, sigurisht që nuk është i pabazuar si term, pavarësisht që thash nuk është diagnozë klinike, pra është vënë re që përdorimi i gjatë, dhe kur them për përdorim gjatë, kemi për shembull adoleshentët që rrinë edhe 5-6 orë, pavarësisht që një mesatare, sipas disa dënave, mesatarja në popullatën e rritur deri, po themi, 55-60 vjeç konsiderohet që të jetë 2 orë gjysmë 3 orë mesatarisht në ditë në telefon, por demenca digjitale i referohet pikërisht faktit që duke qenë, po themi, spektator pasiv të asaj që jepet në ekran, dobësohen funksionet të trurit. Truri është neuroplastik, pra ka aftësinë të zhvillojë shumë ato fusha që ne i stimulojmë, dhe të tjerat që nuk zhvillohen mbeten pak më pasive. Dhe sipas këtij termi dhe studimeve, ajo që është vënë re është që ka një dobësim në kujtesë, në përqendrim, në vëmendje, në logjik, në të menduarit kritik, sepse gjendet çdo gjë gati. Domethënë, nëse do merrja ca shembuj shumë thjesht, për shembull, nëse më përpara ne do duhet gjejmë një adresë vet, ose do duhet shikonim hartën. Tani nuk ka nevojë sepse shikojmë në Google Maps. Nëse më përpara do duhet për shembull të bënim ca llogari, qoftë me mend, qoftë t'i shkruanim, tani çdo gjë e kemi shumë thjesht, apo jo. Nëse për shembull më herët do duhet të shkruanim, po themi, me dorë, tastiera e bën këtë shumë më thjesht. Pra, ajo që dua të them është që humbja e një sër shprehive praktike të jetës së përditshme, por që në fakt e mbajnë trurin aktiv, ndikon aq sa faciliton, domethënë që ndihmon, lehtëson në kryen e disa detyrave, po sigurisht që dhe dembelos trurin. Dhe kam përshtypjen që kjo që ne po vëmë re tani është vetëm fillimi i një sër efektesh që nuk janë që do të zgjasin edhe që do t'i shikojmë edhe më vonë, dhe të tjera. Që do të thotë cilat efekte, pra cilat janë skenaret më të frikshme që mund të vinë nga kjo dembelosje, po e quaj unë në thonjza, që truri ynë ka pësuar për shkak të përdorimit të teknologjisë dhe lehtësive që ajo na ofron ditë pas dite. Po haresa, domethënë jemi gjithmonë më të pavëmendshëm, më të shkujdesur, me më pak mendim kritik. Unë këtë e vëre edhe tek studentët, fakti që, për shembull, një pjesë të madhe të detyrave, të kurseve, studimi, pyetje përgjigje që ata kanë, mund të gjejnë shumë kollaj në Google, në ChatGPT, e bën që të mos ta kenë shumë probleme apo mos të impenjohen, të kenë edhe një mendim të vetin apo një mendim kritik. Tani imagjino një student 20 vjeç që i duhet, po themi, të bëjë një ese krahasuese apo një detyrë ku sigurisht do japi mendimin e vet, pra i duhet të vërë trurin në punë në gjuhën popullore. Nuk ka pse të shqetësohet shumë për këtë në kushtet ku, pra nuk i duhet, po themi, të shkojë në bibliotekë, të lexojë disa libra, të bëjë një përmbledhje, të bëjë një analizë krahasuese, sepse e ka shumë të thjeshtë nëpërmjet internetit ta marr, ti bëj copy paste kësaj detyre. Dhe kujton në fakt që i lehtëson punë vetes, por në fund të gjithë ciklit
të studimeve, po vazhdoj me shembullin e studentit, ai që do ndodhi është që ai thjesht nuk do ketë mësuar gjë siç duhet dhe informacionet do t'i kenë kaluar tangent, nëse mund ta them kështu. Pra, në një farë mënyrë ajo që dua të them është që teknologjia na ndihmon sigurisht, na faciliton shumë, ja, në edhe këtë lidhje po e bëjmë online bashkë për shembull. Por nuk duhet harruar që zhvillimi jonë fizik, psikologjik, social, emocional, ne nuk jemi lindur dhe nuk jemi projektuar që të jemi të robotizuar. Dhe problemi që unë shikoj është që ka kaluar pak sensi i masës. Sigurisht që nuk jam kundër të gjithë përdorimit të gjithë mjeteve që na duhen edhe na ndihmojnë, por jo në kurrizë edhe të zhvillimit, siç thash, të sistemit nervor. Domethënë, përveç harresës, pavëmendjes, efektet tjera negative janë për shembull ka fëmijë të cilët flasin me vonesë, shpeshherë, domethënë ka gjithmonë më shumë folës të vonë, që nuk kanë një diagnozë logopedike apo gjysore, por që nisin të flasin vonë sepse ekspozohen shumë herët ndaj ekraneve. Mos flas pastaj edhe për efekte sociale, psikologjike. Një lloj shpejtësie për shembull në marrjen e informacionit, një lloj humbje interesi për aktivitete të tjera, sepse ekrani është shumë joshës, shumë tërheqës. Në fakt, Lorela, nga ajo çfarë unë vërej, me njerëz që njoh, qoftë edhe tek vetja në disa raste të tjera, është sikur ne e lodhim shumë sistemin tonë nervor. Pra, jemi gjatë gjithë kohës duke u përpjekur të bëjmë shumë gjëra njëkohësisht, duke menduar edhe gjatë kohës që në fakt duhet jetë një moment i lirë për të reflektuar, duket sikur kemi një mbi ngarkesë nervore edhe mënyrën se si i bëjmë gjërat. Pra përpiqemi të jemi të shpejtë dhe nuk ndalemi për asnjë moment. A mund të jetë kjo një nga arsyet, pra stresi, ankthi, gjithë situata që ndoshta dikush është duke kaluar? A mund të jetë kjo një nga arsyet për çfarë? Të demencës digjitale do thuash apo? Po, të harresës, se në këtë rast nëse lidhet me këtë nuk mund ta quajmë digjitale. Shiko, kjo që ti the unë besoj se lidhet më shumë me stilin e jetës, që sigurisht futen gjitha. Besoj se lidhet më shumë me mënyrën, me pritshmëritë që kemi, me standardet, me jetën e shpejtë. Dhe sigurisht teknologjia është pjesë e saj. Po nuk besoj se lidhet ekskluzivisht me këtë pjesën e harresës. Mendoj që lidhet më shumë me mënyrën se si jetohet jeta dhe me ca norma dhe standarde sociale që në fakt janë dhe kontekstuale apo kulturore që jo detyrimisht jemi në gjendje ti vendosim. Ai që është një ndikim i gjithkohshëm, do thoja, është fakti që e kemi me vete telefonin, domethënë jemi gjithkohë, nuk jemi offline, ne duhet vendosim të jemi offline. Ne duhet vendosim ta fikim, të heqim internetin, të vendosim telefonin në airplane mode, në mënyrë që të jemi mbase pak më të qetë apo të pushojmë, por kjo është një gjë që duhet vendosim ta bëjmë dhe kjo sigurisht që gjykoj që ka një lloj stresori. Domethënë fakti që ti në çdo moment të ditës apo të natës nëse hap Instagramin merr një informacion që mund edhe të shqetësoj, shikon një lajm, shikon dikë, pra je dhe lehtësisht i ekspozueshëm dhe i ekspozuar ndaj informacioneve që mund edhe të prishin qetësinë, sigurisht që ka një impakt të caktuar, stresant dhe frustrues. Unë do të ta bënim sa më praktike për gjithë qytetarët që po na dëgjojnë edhe jam e bindur deri diku mund ta gjejnë veten disa prej tyre. Kur harresa konsiderohet normale dhe kur duhet konsultuar me një specialist menjëherë? Të gjithë ne kemi momente që harrojmë apo detaje që i harrojmë. Kjo është e padiskutueshme. Kujtesa është disa tipesh, është kujtesa fat shkurtër, kujtesa fat gjatë, episodike, etj, apo procedurale që është aftësia se si na bëjmë një gjë, për shembull se si japim biçikletës. Rastet që duhet shqetësohemi janë ato kur janë shumë të shpeshta. Një pjesë të informacioneve truri automatikisht i neglizhon, i harron, edhe në mënyrë të shëndetshme për të na mbrojtur. Por nëse papritur fillon të kemi ndryshime në mënyrën se si i kujtojmë ngjarjet, nëse i kujtojmë gabim, nëse shumë shpesh jemi të shpërqendruar, të pavëmendshëm, harrojmë, pra ka të bëjë para me frekuencën, sa shpesh ne harrojmë, dhe kjo do duhet të bëjë diferencën. Sa problematike është, sepse nëse unë harroj një detaj, emrin e një personazhi, një libri që po lexoj, po them kot, nuk është aq problem, po nëse unë vazhdimisht harroj ku lë gjërat e mia, harroj orare pune, harroj impenjime që më prishin mirë funksionimin e jetës përditshme, aty mund të jetë rasti për të shqetësuar. Nga ana tjetër është edhe ashpërsia apo nëse
harresa pra është një simptom e ndonjë diagnoze neurodegenerative, sigurisht është rasti për tu drejtuar tek neurologu apo tek psikiatri. Nëse pra fillojnë ndryshime të papritura, të befasishme, nëse për shembull shpeshherë harresa është dhe përgjigje e trurit ndaj një ngjarje traumatike, sigurisht, do të thënë shumë prej viktimave të abuzimit apo flas për trauma psikologjike kanë boshllëqe në kujtesën e tyre. Dhe kjo ka qenë një mënyrë se si fillimisht truri i tyre i ka mbrojtur nga lëndimi dhe nga tronditja. Por nuk po flas për këtë, sesa e kisha fjalën besoj dhe ti pyete për harresën atë që është ekskluzivisht neurologjike. Pra, për ta përmbledhur, frekuenca, shpeshtësia e harresës dhe nëse ka një episod, pra nëse kjo harresë nis në mënyrë pak agresive, të befasishme dhe të papritur. Dhe sigurisht nëse shoqërohet edhe me shqetësime të tjera të karakterit neurologjik. Do doja patjetër të bëja edhe një pyetje tjetër, Lorela, duke qenë se po flasim për kujtesën, për harresën dhe gjërat të cilat njerëzit i shqetësojnë deri diku. Thënë kjo, a ndikon cilësia jonë e gjumit tek mënyra se si ne i kujtojmë gjërat, pra nëse harrojmë që kemi një aktivitet apo gjithçka tjetër që mund të ketë qenë pjesë e përditshmërisë tonë, por ne krejt papritur e kemi të zhdukur nga kujtesa. Sa faktor mund të jetë gjumi? Është faktor i rëndësishëm, si shumë faktorë të tjerë. Kur vjen puna te kujtesa, harresa apo gjithë elementet e tjerë që lidhen me performancën e sistemit nervor, është gjithmonë multifaktoriale. Gjumi është një nga ata. Cilësia e gjumit sigurisht është faktor kyç. Gjumi është një moment në cilin përveç trupit dhe truri pushon, pavarësisht që ai vazhdon gjithmonë të punojë, por është një moment si më thënë që bën refresh që mobilizohet për të nesërmen. Nga ana tjetër ka të bëjë shumë edhe niveli stresit në jetën e përditshme, pra tek pjesa e harresës. Individët me një nivel të lartë stresi apo që janë të frustruar, patjetër që kanë tendencën nga mbi ngarkesa emotive, kanë tendencën që të jenë më harraq në kuptim pra të harrojnë më shumë. Nga ana tjetër besoj që lidhet patjetër edhe me faktor pak personal. Pra ka individ që janë, domethënë, kujtesa mund shikohet dhe si tipar, pra është dikush që mban mend më shumë gjëra, është më i aftë në këtë pikë, apo edhe në kushte stresit lart performon më mirë, ashtu siç është dikush tjetër i cili nuk e ka pikë të fortë kujtesën dhe harresën. Duhet pasur parasysh në nivel të nxënit, të paktën se si funksionon, baza e kujtesës dhe është vëmendja dhe përqendrimi. Në momentin që ne jemi të vëmendshëm, e kemi mendjen, jemi aty, kam shumë gjasa që ti mbaj mend më mirë gjërat. Në momentin që nuk jemi aty, që e kemi mendjen diku tjetër, kur dikush na flet apo kur kemi për të marrë një porosi, sigurisht që do ta harrojmë dhe në fakt nuk e kemi futur fare në kokë, pra nuk na është memorizuar fare, po. Patjetër që gjumi është një faktor, është faktori individual, si ky që se kam më herët, është dhe stili i jetës, përgjithësi me stresorët, siç thash, dhe sigurisht edhe pjesa e ushqyerjes, e zakoneve të shëndetshme, përdorimi i substancave, sigurisht që nuk lehtëson apo nuk e favorizon pjesën e një kujtese apo një vëmendje të mirë. Si mund ta stërvisim kujtesën në momentin që po përjetojmë këtë, demencën digjitale? Atëherë, demenca digjitale në fakt përgjigjen e ka tek vetë pyetja, tek reduktimi i orëve përpara ekraneve, tek aktivitete që stimulojnë apo që nxisin, do thoja, pjesën tonë njerëzore, pjesën tonë sociale, qoftë të shkruajmë diçka me dorë, qoftë lexojmë, qoftë takojmë njerëz, dhe ta lëmë telefonin pa prekur, apo të bëjmë edhe gjëra që shpeshherë në psikologji hyjnë tek terapia okupacionale, siç mund të jetë gatimi, kopshtaria, të kujdesemi për një lule. Pra, nëse vëmë duart në punë, mund ta përkufizoj kështu, atëherë me shumë gjaz, domethënë, edhe jemi të përqendruar aty për aty, me shumë gjaz do të jemi edhe më të përqendruar. Pra, e para është reduktimi i përdorimit të tepërt pa limit dhe një lloj scrolling pafund. Domethënë, ne mund kemi duke qëndruar në divan përpara televizorit, që e kemi një pajisje digjitale, dhe pastaj prap rrim edhe me telefon. Pra, e para duhet shmangur kjo. Ka individ që ka nevojë shpeshherë edhe që të ndryshojnë stilin e jetës, siç thash, përdorimi i substancave her pas here nuk e favorizon, të rregullojnë higjienën e gjumit dhe
Patjetër në raste të veçanta, siç janë rastet të fëmijëve apo adoleshentëve, që kanë vështirësi me vëmendjen, me përqendrimin, me hiperaktivitetin, her pas here i duhet edhe stimulim kognitiv apo terapi apo konsulta për të punuar pak me vëmendjen e tyre. Por të gjitha çka janë aktivitete që ne jemi aktiv, sepse duke parë telefon ne jemi pasiv, edhe në një videogame jemi pasiv, pavarësisht që duket sikur po marrim pjesë aty, në fakt jo, është shumë pasive gjithë gjëja. Gjithë aktivitetet që nuk kërkojnë ndërveprimin tonë, nuk ndihmojnë kujtesën. Anasjellta po. Kështu që sa më shumë aktivitete të cilat na mbajnë aktiv. Në fakt më pëlqeu shumë diçka që ti përmende, pra të merremi me kopshtarin, ndoshta me diçka e cila na i mban duart e zëna, sepse ne duart zakonisht në këtë epokë në cilën po jetojmë kemi të zëna nga telefoni dhe gjithmonë duke kthyer mesazhe dhe duke u shpërqendruar qoftë edhe për të parë orën. Në një studim të para disa kohësh, po lexoja se sa kohën në fakt humbisnim ne thjesht duke kontrolluar sa ishte ora në telefon dhe realisht ishte surprizuese. 3 këshilla konkrete që ti do t'jepje për gjithë ata që po dëgjojnë në këto momente? Të vendosim një kohë limit në telefon. Kam një rast se si vetë smartphone-i jon mund të na i kujtoj që kemi kaluar kohën, po themi, në Instagram. Të kemi më shumë lidhje sociale, pra të përpiqemi sa më shumë miq të njerëzit të afërmit ti takojmë nga afër, po themi, dhe jo nëpërmjet telefonit. Dhe e treta, të merremi sa më shumë me aktivitete që mbajnë të zënë, siç e thash më herët, duart, por edhe përqendrimin dhe na ndihmojnë shumë për të fokusuar në të tashmen, tani dhe këtu. Në telefon nuk jemi asnjëherë në të tashmen, jemi duke parë një lajm që mund ndodhi në anën tjetër të botës, jemi duke lexuar diçka që nuk lidhet me jetën tonë. Ndërsa nëse bëjmë diçka e cila nuk ka një qëllim më makro, por lidhet vetëm me të bërit, kjo sigurisht që na ndihmon shumë edhe me durimin, edhe me fokusin, edhe me vëmendjen dhe pastaj me kujtesën. Lorela, unë të falenderoj për çdo sqarim edhe çdo këshill që solle këtë mëngjes, jam e bindur te kjo temë gjejmë secili prej nesh veten, pavarësisht moshës edhe pavarësisht angazhimit që kemi. Është e vërtet. Faleminderit ju, Viola. Ditë të mbar. Ditë të mbar edhe për ty.